Gjermania, thuaj se ne I shkaktuam luftrat e fundit, e jo që ishim viktimat më të mëdha të luftrave të fundit. Në vend se qëndrimi që është ndaj Austrisë, që reflektohet në nenin 4 të kushtetutës së Austrisë, ku I ndalohet anshlusi me Gjermaninë, ti imponohet Serbisë dhe Republikës Serbe, sidomos Beogradit si një qendër tradicionalisht hegemone në Ballkan, ajo po ju bëhet shqiptarëve. Ne mendojmë që kjo është e padrejtë. Nëse Franca dhe Gjermania do të dëshironin që të bashkohen me njëra tjetrën, dhe nëse popujt e këtyre dy vendeve në referendum do të deklaroheshin për një bashkim në një shtet, nuk ka fuqi që I ndajë dhe nuk ka instancë që do të guxonte të arsyetonte diçka kundër kësaj. Prandaj, shteti normal nuk kupton shtetin e pavarur që edhe mund të përdor pavarësinë në funksion të bashkimit me Shqipërinë. Pra është parimi normativ I normalitetit që ne duam, ai I cili është udhërrëfyes që ne duhet ta kemi të drejtën për të bashkuar me Shqipërinë. Kjo është në rrafshin e së drejtës. Në rrafshin e dobisë ne mendojmë që do të ishte edhe interesi ekonomik, edhe I sigurisë, edhe ai politik që ne të jemi një treg më I madh, të jemi më të fuqishëm dhe kësaj të krijohen ca balanse në Ballkan, të cilat janë kushti I domosdoshëm për paqe afatgjatë. Sot Ballkani Perëndimor ngec në integrimet evropiane pikërisht për shkak se paqja në Ballkanin Perëndimor është e prisht dhe paqja është e prisht për shkak se mungojnë balancet. Dhe ne jemi pikërisht për ato balance të cilat nuk kuptojnë simetrinë, reciprocitetin dhe barazimin e drejtave. Po të dëshironin Mali, Zi dhe Serbia të bashkohen, sërish do të mund ta krijonin unionin e tyre. Por mendojmë që e drejta për ndarje dhe bashkim, që është e kodifikuar si e drejtë e vetëvendosjes edhe në ligjin ndërkombëtar, do duhet që Kosova ta ketë në mënyrë të plotë. Dhe mendojmë që qytetarët e Kosovës nuk I friksohen të drejtave, përkundrazi qytetarët e Kosovës ju friksohen privilegjeve të disa. E kuran Murati? Could you go microphone? Okay, please. E kuran Murati, alumni I AFS. Edhe pata dy pyetje. Pyetja parë ka të bëjë me sa I përket agjendës kombëtare, be kuptoj domosdoshmë që vendosja është për bashkim kombëtar. Sa I përket anës ekonomike, koncepteve ekonomike, a jeni fleksibil, për shembull se nëse kërkoni prej studentëve të AUK-s me u bashkangjit, me doktor Bislimit pak a shumë na ka orientuar ka ekonomia tregut lirë. A ka ndonjë model specifik, për shembull ndonjë shtet model si çysh mundet Kosova më u bë në aspektin ekonomik? Edhe pyetja tjetër ka të bëjë me postën. Po dihet se publikisht e kemi kundërshtuar vazhdimisht privatizimin e postës, se qeveria po dojnë me shit edhe me I marru 30 km asfalt në të. Po, sa I përket asaj, për shembull nëse merr në qeverinë, atëherë çysh kish me u financu, nëse se kontrata veç është nënshkru, edhe Berdelli ka fillu punën. Çysh kish me u pagu kontratë? Sporja, keni pa ndonjëri prej jush kontratë? Ne nuk e dim çka kanë nënshkruar këta. Ne nuk e dim për çka bëhet fjalë. Prandaj është e domosdoshme që njëherë shikohet se çka kanë nënshkruar këta, cilat janë të drejtat edhe detyrimet sipas asaj kontrate. Edhe mendojmë që motivi I privatizimit të PTK-s nuk është motiv që udhëhiqet nga interesi I përgjithshëm. Dhe jemi kundër këtij privatizimi, sepse privatizimi I PTK-s është privatizimi I ndërmarrjes shumë fitimtruese. Merrni me mend, kanë thënë që do ta shesin prej 300 dhe 600 milionë euro. Po çka nëse dikush jep 700? Atë do të thonë se jo, ne kemi thënë prej 300 dhe 600. Njeriu asnjë vetur nuk mund ta shes, duke thënë se e shesin prej 3000 dhe 6000 euro, se lërë më postën e Telekomit të Kosovës. Ne besojmë publikun, kjo është më e rëndësishme. E kur besojmë publikun, besojmë pronën publike. Ashensori është një çështje publike, e cila I ndihmon funksionimit të publikut. Edhe ashensori është pronë. Edhe ne besojmë në ashensorin, besojmë në korridorin midis banesave, besojmë në parkun e fëmijëve,
besojmë në parkingun e përbashkët që nuk bëhet pronë private. Besojmë publikun, kjo është themelore, sepse publiku është e përbashkëta e njerëzve. E këtu qëllimi është që ta shpërndsojmë publikun dhe ta lejmë vetëm si nocion abstrakt. Sa i përket privatizimit të PTK-s, Ismet Hamiti, profesori i telekomunikacionit që drejton Komitetin për çështje telekomunikacionit në lëvizjen tonë, e ka thënë shumë mirë. Privatizimi i PTK-s është nacionalizimi i humbjeve edhe është privatizimi i profitit. Sepse po e shkërmoqin në 3 ndërmarrje, me çrast postin fizike ku dërgojmë letra dhe paketa që punon me humbje po ja lënë qeverisë, ndërka që 2 të tjera telefoninë fikse dhe atë mobile, të cilat punojnë me profit, ato po ja japin një privatniku. Dhe mendojmë që kjo është shumë e padrejtë, është kundër logjikës, është kundër racionalitetit çfarë po bëjmë me PTK. Sigurisht që neve na nevojitet infrastruktura, mirë po jo me këso mendjesh iracionale, të cilat bëjnë plane, nënshkruajnë kontrata që nuk ishin askush. Dhe tjetra që desha të them është se ne nuk jemi lëvizje e cila e ka as fobin e as manin e privatit. Pra, sigurisht që duhet të kemi pronë private, sigurisht që duhet të ketë pronë publike, por ne mendojmë që privatizimi mund të jetë pjesë e planit për zhvillim ekonomik, e jo piknisje e mungesës së planit me çfarë zhvillimi ekonomik do të ishte eventualisht pasojë. Pra, nuk jemi kundër tregut lirë, çështja është që shteti i Kosovës nuk mund të jetë vetëm një vëzhgues pasiv në këtë treg të lirë, sepse ne besojmë që i ashtu quajturi deregullim në fakt është rirregullim. Shteti nuk duhet të qëndrojë pasiv, edhe rritja ekonomike duhet të jetë e tillë që përkthehet në mirëqenie sociale. Mund të flasim sa të duam që kemi rritje 3, 4, 5 apo madje edhe 8%, nëse kjo është vetëm për politikanët, miqtë e politikanëve dhe miqtë e mesve tyre. Kështu që ne jemi kundër kësaj që në emër të disa dogmave dhe në emër të përmbushjes së këtyre dogmave privatizohet gjithçka shumë shpejt dhe shumë lirë. Pra, ne jemi për ekipet e ekspertëve, të cilët shikojnë se çfarë pasurish ka Kosova, shikojnë se cilat janë kapacitetet, mundësitë, aftësitë e banorëve të Kosovës dhe shoqërisë në përgjithësi, dhe në bazë të kësaj e dizajnojnë një plan ekonomik i cili nuk bie ndesh me tregun e lirë, por i cili nuk e ka as maninë e privatizimit. Okay. Zotri Kurti, më herët sot u prononcu se qeveria është në shërbim të shumicës. Me zonë që vetëvendosja hyn në qeveri, çfarë shërbime kish pas ndaj pakicave? Edhe qëndrësht që është mendimi vetëvendosjes lidhur me veprimin afirmativ. Faleminderit. Kur kam thënë shumicë dhe pakic, asnjëherë nuk i kam menduar në kuptimin etnik të fjalës. Nuk e thash asone. Dhe më thënë, pakicat, kur themi, i themi në kuptimin social të fjalës, në kuptimin shoqëror. Dhe ne mendojmë që termin pakic është domosdoshme ta restaurojmë edhe në këtë kuptim. Jo që shumica e pakica t'jenë gjithmonë vetëm koncepte të kategorive etnike. Kështu që ne besojmë që shteti i Kosovës duhet të jetë shtet për të gjithë. Por shteti i Kosovës duhet të jetë më së shumti aktiv për ata që kanë më së shumti nevojë. Në Kosovë 40%, më falni, 45% janë varfër, jetojnë më pak se $2 në ditë, dhe 18% janë në varfëri të thellë. Njëkohësisht e kemi edhe papunësinë që është mbi 60%, dhe ne mendojmë që shteti i Kosovës, këtë shumicë dërmuese të popullsisë që është ose e varfër, ose e papunë, e zakonisht të dyja këto, duhet t'ju dalë zot atyre. Sigurisht që gjithë njerëzit kanë nevojë për shtetin. Edhe ata që janë të pasur kanë nevojë për sigurinë që ofron shteti. Por jo të gjithë njerëzit kanë njësoj nevojë për shtetin, sepse nuk janë në pozitë të njëjtë. Në këtë kuptim ne jemi për shtet i cili është për të gjithë. Por ky shtet është më i madh